Qeveria shqiptare synon të fuqizojë eksportet shqiptare dhe të nxjisë prodhimi vendas përmes disa mekanizmave. Një ndër mekanizmat kryesor lidhet me instrumentet financiare, duke qenë se eksportuesit janë të ekspozuar ndjeshëm ndaj kursit të këmbimit dhe vitet e fundit kanë pësuar humbje të konsiderueshme, duke bërë që të kenë më shumë nevojë për likuiditet dhe akses në kreditim. Për këtë qëllim, Banka e Zhvillimit, ligji i secilës u miratua vitin e kaluar, pritet të luajë një rol kyç jo vetëm në financimin dhe modernizimin e industrisë shqiptare, por do të shërbejë dhe si agjenci eksporti për sigurimin e eksporteve, duke ulur kostot dhe riskun për eksportuesit. Përmes saj do të shfrytëzohen dhe instrumentet e Bashkimit Evropian për nxitjen e prodhimit vendas dhe aksesin e markës Made in Albania në tregjet europiane dhe të Ballkanit Perëndimor. Referuar ligjit, Banka Shqiptare e Zhvillimit është krijuar me qëllim që të mbështesë ndërmarrjet shqiptare që nuk kanë çaste të mjaftueshme në financim nga tregu tradicional, nga të cilat shpesh përballen me vështirësi në sigurimin e kredive ose investimeve për zgjerim dhe inovacion, duke pasur një rol plotësues ndaj financimeve të ofruara nga institucionet tregtare.